A i dini se në Kosovë punëdhënësit obligohen që për çdo 50 të punësuar ta punësojnë së paku një person me aftësi të kufizuara. Ata që nuk e përmbushin këtë detyrim duhet të paguajnë kontribute mujore në lartësi të shumës së pagës minimale. Por sa zbatohet ligji që parashek këtë gjithë përfshirje? Bazuar në raportin e fundit të publikuar në vitin 2025 si TEN, analizë për gjendje në të drejtave për personat me aftësi të kufizuar në Kosovë, punësimi personave me aftësi të kufizuara mbetet shumë i ulët. Shumica e institucioneve nuk e përmbushin kuotën e detyrueshme dhe shërbimet e mbështetjes për punësim përdoren jashtëzakonisht pak, thuhet në raport. Raporti identifikon sfida të mëdha: mungesë informacioni mbi ndikimin e pensionit në punësim, mungesë motivimi, bariera infrastrukturore dhe diskriminim social që e bëjnë pjesëmarrjen në tregun e punës shumë të vështirë. E për dallim nga Kosova, raportet ndërkombëtare tregojnë se disa vende e kanë zgjidhur këtë sfidë me politika të qarta dhe mbështetje institucionale. Sipas një raporti të OECD-s, në Zvicër dhe në Kanada, punësimi i personave me aftësi të kufizuara është 54 deri në 58%, dhe diferenca me personat pa aftësi të kufizuara është nën 20%. OECD vëren se përqindja e punësimit për këtë grup është rritur globalisht gjatë dekadës së fundit, megjithatë, dallimi mbetet ende i konsiderueshëm. Kjo tregon se mund të krijohen mundësi reale punësimi kur vendet dhe institucionet ndërmarrin hapa konkret për përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara, një model që Kosova mund ta marrë si shembull.